Në vitin 2023, Rotary Club Ulqin ndërmori një nismë me rëndësi të veçantë, duke konceptuar projektin për ndërtimin e një qendre ditore për fëmijë dhe të rritur me nevoja të veçanta, me synimin për të ofruar mbështetje të përhershme dhe kushte dinjitoze për këtë kategori. Qëllimi i këtij projekti është të krijojë një hapësirë funksionale për trajtim, edukim dhe përfshirje sociale, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetesës së përfituesve. Në vitin 2024 u organizua një mbrëmje donatore, ku mblodhen 10.000 euro, një sukses i konsiderueshëm përmes vetëm një aktiviteti. Kryetaria e Rotary Club Ulqin, Gjina Dabović, theksoi mbështetjen e gjerë nga degët e tjera të Rotary në vend dhe rajon, si dhe foli për angazhimin dhe qëllimin bazë të klubit për të pajisur dhe mobilizuar qendrën nga donacione dhe mbrëmje që kanë në agjendë. Pikës parit, kam dëshirë të ceki që Rotary Klubi Ulqinit ishte iniciatori i kësaj ide për qendrën ditore të ri dhe të rritur me mbeta ose me mundësi të kufizuara. Ne si iniciativë këtë e publikuam fakt në Rotary Klubin ton dhe në mes Rotary Klubeve tjera në vitin 2023 dhe e bëm një si koncept ide që ta fillojmë si ide projekt që pastaj të mund ta bëjmë mbas edhe me grante globale që janë grante në nivelin ndërkombëtar për Rotary Klubet. Ne nisëm vitin 2023 si iniciativë, ndërsa në vitin 2024, pra vitin e kaluar, bëm një mbrëmje donatore, një ballo donators, dhe arritëm të mbledhim një sumë rreth 10.000 eurosh për këtë qëllim, për ndërtimin e qendrës ditore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara. Si sukses për ne ishte vetë fakti që arritëm të mbledhim kaq shumë të holla për një natë të vetme dhe që patëm një kontribut të madh, jo vetëm nga Rotary Klubet e Malit të Zi, por dhe nga Rotary Klubet që jemi binjak me Rotary Klubet nga Slovenia, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Serbia, nga Bosnia Hercegovina dhe nga Italia. Dhe me thonë të gjithë na përkrahen. Neve si Rotary Club jemi shumë real, nuk është e realshme që ne mund të financojmë ndërtimin e këtij projekti kaq gjigant dhe kaq i rëndësishëm, jo siç thatë edhe ju, jo vetëm për Ulqinin, por do jetë edhe për qytete tjera në Maltezi shumë i rëndësishëm, por neve e kemi idenë që të kontribuojmë sa më shumë që mundemi nga ana financiare. Tani, ideja është që në atë moment kur qendra ditore të ndërtohet dhe siç tha kryetari i komunës zotëri Genci Nemambegu, komuna veç e ka parapar një sumë të mirë të hodhash në buxhetin e komunës së Ulqinit dhe kur komuna ta bëjnë atë hapin më kryesor i cili është ndërtimi i vetë objektit, neve gjithsesi do kontribojmë me të gjitha këto holla që do mblidhen me vite, sepse neve e kemi në plan që çdo vit të kemi ballo donatorësh ku mund të mbledhen të hollat të cilat do jenë të akumuluara në një xhiro llogari posaçe dhe nuk preken, deri në momentin që vjen rasti të përdoren për ndërtimin e qendrës ditore. Por, ajo ndihma kryesore që Rotary Klubi i Ulqinit e ka në plan dhe dëshiron dhe ka mundësinë të ndihmojë, është kur të bëhen përgatitja e objektit brenda me pajisje. Pajisjet janë shumë të shtrenjta, pajisjet janë, siç e dini edhe vetë, shumë të vështira për të gjetë në Maltezi dhe duhet importuar dhe aty e shohim ne vetë klubin ku mund të ndihmojmë që të gjitha pajisjet mund t'i financojmë ne ose se paku një pjesë të konsiderueshme ta financojnë klubi. Edhe kur t'jetë rasti për shembull për profesionistët që do punojnë atë, të kenë rastin që të shkollohen dhe me tutje nëse ka nevojë, aty është sfera ku Rotary Klubi mund të ndihmojë. Komuna Ulqinit në krye me kryetarin Genci Nemambegu ka dhënë mbështetjen e saj duke caktuar tashmë vendin për ndërtimin dhe shpreson që projekti të finalizohet brenda 18 deri në 24 muajve të ardhshëm. Komuna Ulqinit vitin 2012 ka hap qendrën Sirena në ndërmarrje publike dhe ka dedikuar hapësirat dhe ndërmarrja e cila merret me kujdesin e personave me nevoja të posaçme funksionon nga viti 2012 deri tani, domethënë po bëhen si kompani është hapur
në vitin 2014, dhe më thanë ka 11 vite eksistencë. Nga viti 2024, unë kam nëshuar vendimin për projektimin e projektit dhe kemi dedikuar hapësirën në Kullomës, flasim për një hapësirë 13.500 m2, e cila do të dedikohet për një qendër e cila do të përmbush gjithë standardet më të mira europiane, standarde profesionale për kujdesin e personave me nevoja të posaçme. Këtu flasim për një qendër e cila do jetë avangard në nivelin e shtetit të Malit të Zi, pasi që nuk do të ketë kujdesin nga moshat 3 deri 27 që është sot, por do të ketë 2 deri 27 dhe mbi 27 vjeçar, do të thënë ku do të përgatitet qoftë ushqimi, qoftë do të jetë gjithë pajisjet, hapësirat për qëndrim ditor, por edhe më gjatë. Vetë projekti ka vlerën e 30.000 euro dhe projekti është dorëzuar komunës. Tani është në revizion si një hap i cili është sipas ligjit për ndërtari ishte nevojshëm, do të bëhet revizioni i projektit dhe këto është bërë këto ditë. Në buxhetin e komunës Sulqinit, do të thënë flasim buxheti e dini planifikohet gjatë vitit 2024, janë të planifikuara për fazën e parë 500.000 euro, të cilët shpresojmë që me revizionin e projektit, hapjen e tenderit, do të fillojë ndërtimi dhe shpresojmë që deri në fund të këtij viti do të kemi fillimin e ndërtimit të objektit, do të thënë një tender të suksesshëm dhe gjatë vitit 2026 ndërtimin e tij dhe besoj që diku brenda një vitit e gjysmë 2 do të kemi objekt të ri, modern, të hapur, i cili do të jetë për ne neve, por sigurisht në benefit të njerëzve që kanë nevojë. Ky projekt synon krijimin e një qendre funksionale për ofrimin e shërbimeve për fëmijë dhe të rritur me nevoja të veçanta në bashkëpunim me institucionet vendore dhe mbështetësit rajonal.